Të gjithë viktimat nga zjarri që përfshiu një klap të natës në Koçan vdishin nga asfiksia që u shkaktua drejt për drejt nga zjarri, tha më 21 mars drejtori i mjekësisë ligjore në Maqedoninë e Veriut, Aleksandar Stankov, i cili dha informacione për autopsitë dhe identifikimin e viktimave. Gjatë një konference për mediat, ai tha ekspertët e mjekësisë ligjore, patologjisë dhe ekipe nga Ministria e Brendshme morën pjesë në kryerjen e autopsisë për 59 viktimat. Disa nga viktimat kishin djegje të shkallës së parë dhe të dytë, por 3 persona kishin edhe djegje të shkallës së katërt. 4 persona kishin pësuar thyrje të brinjve dhe u asfiksuan teksa po tentonin të iknin. Ai tha se janë të përdorur 2 metoda për të identifikuar viktimat përmes ADN-s dhe analizimit të shenjave të gishtërinjve. Megjithatë, Stankov tha se ishte e mundur që të analizonin shenjat e gishtërinjve të 4 viktimave, prandaj ata u identifikuan përmes ADN-s. Autoritetet thanë se raportet e të gjitha autopsive të kryera do të kompletohen gjatë këtij muaji, por analizat toksikologjike mund të marrin më shumë kohë. Nga 50 autopsi të kryera, 70% e viktimave ishin nga 16 deri në 29 vjeç, 16 ishin gra dhe 43 burra. Nuk dua të hyj në detaje, pasi nuk janë kryer të gjitha analizat, por ka pasur viktima me thyrje të brinjve dhe shenja të presionit që kanë çuar në asfiksi, tha Stankov. Duke folur për asfiksin, Stankov shpjegoi se në ndikimin e monoksidit të karbonit shfaqen kokdhimbje të vjella, marramendje, humbje të vetdijes, çorientim dhe paralizë muskulore dhe në raste të tilla, viktimat zakonisht gjenden pranë vendit ku kanë qenë në momentin ku kanë tentuar që të shpëtojnë.